pas më shru në kom. A prish pun me kush me shku deri të çanta me marrni po madh me lydur. A prish pun. S'më kom këse. Po Allah. Shumë spirituoze krenar, kjo nga ana yte. Qa me thonë tash? Nuk e si baqolit angleze s'mu kesh dyqysh. A prish pun kluba? Faleminderas. Hajde se na jem njerëz të popullit që çdo s'ka lidhje. Na çohen durt për të mirën e Republikës. Krenar, prit shoh, a që ka interesant? Tu që të krenar shalën. Se su futeni me listi, as pa të oferta, apo s'deshe? Unë jam njeri popullit. E këta kujtën që votohen? Ta janë njerëz të vetë vendosit. Vjeve të ndosja së është e popullit, apo qëfar? Po, është e popullit një zgjedhjet e kaluara 42%, tash po thonë që pozicionosh unë, ja, kështu për shumë. Okej. Hajde, nisen, me numërin 1, Albin Kurti, pse? Po, ma mërmenja përgjigja me e mirë është pse jo. Ka që është përgjigja? Po. Okej, Glau Konjuksa 2. Glau ke s'di, dikush e përmeni, më pëlqen që është i qetë, është të gjithë e dojnë dyshysh, edhe opozita edhe, këtë e dojnë, edhe e më pëlqen që e cilësi. Donika Gërvalla numër 3. Këtë e shojnë, mu më doke shumë patriotë, unë nuk mëj me shoh, shumë është atë dëtare o patriotë dhe me folë, nuk është të thonë, kjo mi zgjidh problemet e kërjes veriut, qëfar kritika pa lidhe i bëjnë. S'po bën kërgjë, është tash komi zgjidh problemet e Iranit dhe të kërjes veriut. Kjo është ministër e Republikës Kosovës, një republikë shumë e vogël, vetëm në sens që cilësi që duhet me pas ministri jashtëm është me ditë me folë dhe mu kona dëtare. S'ka nevoj kjo me pas shkallësimi zgjidh problemet e kërjes veriut. 6 Hekoran Murati. Hekoran Murati është trekuj suksesshëm në udhëheqjen e dikasterit vetë. Po kursen ma shumë se që dohet, mirë është me kursim, pëlqen që ajo cilësi që e ka, po ma shumë se që dohet, do të më kone edhe pak ma do shlirë. Kursimtar si? Kursimtar shumë i madhë. Se kush këtu në panel, kursimtar? E kena kandidatë, dhe tash. Vlerimi kursimtar, pas ka shku dhe fele duor. Vlerimi të vitan 2.000 euro, vish 1 euro në mujtë i argjën. Që që ja bënë më së më vetëni. Në mos akusari, e jashtë zakonshme, një ndër gratë më të jashtë zakonshme, njerës të kanë shumë kritika, tash dikush i thëtë që 20 vjetë jenë politikë. I kishtë ndru jetë. I pranoj ato kritika, i kanë njerëzit me ven, i kanë, po mu më rëndë mendoj që është shumë e dobishme. Dikush i thëtë e ka thira do i shiqin. I kishtë ndru jetë edhe baba, gjatë ditës djeshme, i kishtë ndru, baba i kishtë ndru jetë. Ngushtim. Në mos akusarë, kështë që po i shprejmë ngushlime direkt këtu nga studio e politikos. Ngushlime. Numër 9, Hajrullah Qeku. Përbesu mund so ka qenë në dikasterin e Ministrisë të Kulturës. E gëzon respektin të emë, sepse të paktën ka dhonë kontribut shumë të madhë në lëmin e trashëgimisë kulturore, si dhe është meritor për etapën e radhës historike pas shlirimit pavarësisë, pra organizimi i lojra mesdhetare është diçka e pabesueshme. I shpresoj që kemi me qenë gjallë me përjetu. Që do me thonë, nuk e di mundet me të shu zemra. Arben Vitia ka qenë ministër jashtëzakonisht të suksesshëm në qeverinë Kurti, po mendoj që ka qenë edhe në këtë dikaster, edhe pse nuk po buhet shumë publik, nuk po kuptoj pse s'po promovon veten. Gati të gjitha klinikat janë të renovu, aparatura jashtëzakonisht avancuar po vinë. Çka duhet tash mu fokusu e pash në plan program, po dojnë mu fokusu në rindërtimin e spitaleve rajonale në qytete tjera, sepse në këtë mandat nuk puna e tyre nuk është fokusuar. 12, okej, 26 Albresha Kryezi u Hyseni. Kjo edhe kryetari Gjilanit janë mas Albin Kurtit, ta janë ekzemplar të vetëvendosit. Ta vetëvendosit as nuk e din, as nuk janë të vetëdijshëm çfarë njerëz kanë. Që kjo Albresha dhe kryetari Gjilanit janë ekzemplar, nuk kam as qa me thonë ma shumë për ta. Qash kanë respekt madh për mi e. Me Fail Bajshinosi. Me kam shok. Shumë e respektoj. Shok e kam. Edhe Bleki, s'ka nevoj për komend, Bleki. Fiton 2.000 euro, hargjo vish 1 euro. Këto se kam ditë si cilësi që e kam Vlerimi do në zemë. Të faleminderit krenar, eftoj Fidan Ramën,
Qojmë Rama se e ka zgjedhur 10 e vetëvendosjes, cila është 10 e vetëvendosjes. Kujdes me këto mikrofona se ne si televizioni gazetarë jemi të varfër, na prishet një mikrofon, s'mund të thrasim pastaj musafir. Ka thonë me majtë në dorë kështu. Okej, 10 e vetëvendosjes sipas Kjo është e Krenar Shalës. Fidan Ramës.